Gjykata e apelit të posaçëm ka liruar nga qelia ish drejtorin e Bashkisë Tiranë Redi Molla, i cili u arrestua nga SPAK në mars të vitit 2024 për korrupsion, shpërdorim detyre dhe pastrim parash. Sipas argumenteve të gjykatës së posaçme, Molla ka shfaqur probleme me zemrën dhe qëndrimi në qeli ja vështirëson akoma edhe më shumë gjendjen shëndetësore. Për këtë arsye apeli i posaçëm vendosi ta izolojë në shtëpi, e ndërsa nëse ai kërkon të jetë prezent në gjykat, shoqërimi i tij do të kryhet me punonjës policie. Sipas prokurorisë së posaçme, Redi Molla, Mari Glen Qato dhe Taulan Tushe, në kohën kur ishin me pozita në Bashkinë e Tiranës, kanë dhënë tendera në favor të kompanisë 5D, që sipas SPAK dyshohet se kontrolloi nga dy ish drejtorët, Qato e Molla. Subjekti ka qenë përfituese e më shumë projekteve dhe pune publike, e ndërsa paratë fituara nga aktiviteti kriminal dyshohet se pastroheshin në pallate dhe ndërtim. Aktualisht, dosja ndodhet në fazën e gjykimit, ku prokuroria ka ekzauruar dëshmitarët e saj. Pjesë e dëshmisë në gjykatë u bën edhe kallëzuesi Belin Këlliçi, Arbia Mazdiku, si dhe ish drejtorët e tjerë të Bashkisë Tiranë ndër vite. Në burg për këtë dosje vijojnë të jenë vetëm Mari Glen Qato dhe Taulan Tushe, pasi fraksioni u ndat duke përjashtuar anëtarët e komisionit të vlerësimit të ofertave.